Integrimi I vendit në Bashkimin Evropian po përdoret nga mazhoranca në pushtet për t'i shërbyer agjendës së saj politike dhe as pak qytetarëve shqiptar. Pas tepsisë, timonit dhe dajres, tashmë fushata po bëhet me kartonin e pasaportës europiane në dorë dhe me episode të Big Brotherit politik. Nuk mund të ketë integrim në Bashkimin Evropian pas zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Nuk mund të ketë Bashkim Evropian duke përdorur pushtetin për t'i hequr qytetarëve lirinë në votim dhe duke friksuar ata me heqje nga puna. Nuk mund të ketë Europë kur obsesioni I mazhorancës është kasavjerja mbas pushtetit, përçarja, dëmtimi e dënimi I opozitës dhe jo mirëqeverisja. Nuk mund të ketë Europë kur gjithë administrata shtetërore detyrohet t'i shërbejë në zgjedhje pushtetit të partisë shtet. Nuk mund të ketë Europë me këtë nivel të jashtëzakonshëm korrupsioni, të krimit të organizuar, trafiqeve ilegale që po I marrin frymën qytetarëve, shtetit dhe ekonomisë. Në 11 maj, duke votuar për koalicionin për Shqipërinë madhështore dhe kandidatët e saj, ata kanë mundësi që me votën e tyre të krijojnë një jetesë tjetër për veten e tyre dhe për fëmijët e tyre. Ata mund të krijojnë mundësinë për rritje 2 fish të pagave dhe të pensioneve.